Të nderuar miq të dashur vëllezër dhe motra më Krishtin, ja ku jemi së bashku në takimin ton të përditshëm Koment i Shkrimit të Shenjtë, jemi në datën 15 maj. Në këtë datë kisha në afron të lexojmë nga libri Veprave të Apostujve, kapitulli 15, vargu 5 deri në vargun 12, e lexojmë dhe komentojmë sipas ëtërve të kishës. Por u ngritën disa nga sekti farisejve që kishin besuar dhe thanë: duhet rrethprerje jo hebrejnë dhe të urdhërohen të zbatojnë ligjin e Mojsiut. Atëherë apostujt dhe pleqt u mblodhën për ta shqyrtuar këtë problem. Duke qenë se lindi një diskutim i madh, Pietri u çua në këmbë dhe u tha atyre: vëllezër, ju e dini se që në kohët e para Perëndia midis nesh më zgjodhi mua, që me anë të gojës sime jo hebrejnë të dëgjojnë fjalën e Ungjillit dhe të besojnë. Perëndia që njeh zemrat u ka dhënë atyre dëshmi, duke u dhënë frymën e shenjtë sikurse edhe neve. Dhe ai nuk bëri asnjë dallim mes nesh dhe atyre, duke pastruar zemrat e tyre me anë të besimit. Tani pra, pse e tundoni Perëndin, duke vënë mbi qafën e dishepujve një zgjedhje që as etrit tan as ne nuk mund ta mbajmë? Po ne besojmë se do shpëtojmë me anë të hirit të Zotit Jezu Krisht në të njëjtën mënyrë edhe ata. Atëherë e gjithë turma heshti dhe rinjtë dëgjonte Barnabën dhe Pavlin që tregonin shenja mrekulli kishte bërë Perëndia me anë të tyre. Ky fragment është shumë i rëndësishëm te libri Veprave të Apostujve, sepse na flet për sinodin ose koncilin e apostujve ose apostolik që u mblodh në Jeruzalem. Etrit e kishë shohin një moment ku këtu bëhet e qartë se shpëtimi vjen nga hiri i Krishtit dhe jo nga barra ceremoniale e ligjit të Mojsiut. Etrit e kishët e kanë komentuar këtë pjesë dhe ne do ta komentojmë duke filluar varg me varg. Vargu 5 na thot: por ngritën disa nga sekti i farisejve që kishin besuar dhe thanë: duhen rrethprerje jo hebrejnë dhe të urdhërohen të zbatojnë ligjin e Mojsiut. Shënja Gojarti thot se këta farisej që kishin besuar ende mendonin sipas mënyrës së vjetër judaike. Ata kishin pranuar Krishtin si shpëtimtar, po nuk kuptonin ende plotësinë e lirisë së Ungjillit. Shën Agustini shpjegon se ky konflikt ishte i nevojshëm që kisha të shpallte qartë se besimi në Krishtin është mbi ceremonitë e ligjit të dhjetës së vjetër. Dhe këtu etrit vëren se problemi nuk ishte morali, por kërkesa që jo hebrejnë të bëheshin hebrej para se të bëheshin të krishterë. Pra, këtu po flitej për një ceremoni që Zoti kishte urdhëruar Abrahamin, pra një beslidhje me rrethprerjen, por që kjo ishte e vlefshme deri në ardhin e Krishtit. Vetë Zoti Krisht si jude u rrethpre, por mbas tij nuk është e domosdoshme rrethprerja, sepse nuk kemi më beslidhje që bëri Zoti me Abrahamin, por kemi një beslidhje që Zoti bëri me Krishtin. Dhe beslidhja me Krishtin, bashkimi me Krishtin bëhet nëpërmjet misterit të pagëzimit, që është vdekja dhe ngjallja në Krishtin dhe nuk ka më vlerë rrethprerja siç e bënin izraelitët, por siç vazhdojnë sot ta bëjnë dhe judejt ose edhe në fenë muslimane. Për ne të krishterët nuk ka më vlerë rrethprerja sepse kemi beslidhjen në gjakun e Krishtit. Po le të flasim edhe për vargun 6. Atëherë apostujt e pleqt u mblodhën për ta shqyrtuar këtë problem. Këtu shihet modeli i parë se si drejtohej kisha. Shikojmë një koncil, një sinod apostolik. Çështjet e mëdha nuk zgjidhen me përçarje, por me mbledhje, lutje dhe shqyrtim në bashkësinë, në komunitet. Këtu edhe kisha ortodokse mbështetet, prandaj edhe kisha ortodokse udhëhiqet jo thjesht nga një individ, por nga një sinod, që është sinodi një kishe, por dhe sinodi i përbashkët, sinodi botëror ekumenik. Shën Cipriani i Kartagjenas e përdor këtë varg për treguar rëndësinë e unitetit të kishës dhe vendimeve të marra në bashkim, në unison. Kjo është shumë e rëndësishme. Por le të flasim edhe për vargun 7. Duke qenë se lindi një diskutim i madh, Pietri u çua në këmbë dhe u tha atyre: vëllezër, ju e dini se që në kohët e para Perëndia midis nesh më zgjodhi mua, që me anë të gojës sime jo hebrejnë të dëgjojnë fjalën e Ungjillit dhe të besojnë. Shikoni se Shën Joan Gojarti në këto vargje thekson porosinë e apostullit Petrus. Ai nuk flet me krenari, pavarësisht se ai kishte detyrën e krye apostullit, i pari midis barabartë, po kujtohen se Perëndia ishte ai që veproi përmes tij tek jo hebrejnë. Ishte Perëndia që ia zbuloi Petrus që ai mos kishte frikë të shkonte tek hebrejnë dhe tek Korneli. E të shohin këtu se Ungjilli nuk ishte vetëm për hebrejnë, por për të gjithë kombet. Prandaj nuk duhet të detyroheshin kombet të bënin praktikat e
ebrejve, ashtu siç ata i zbatonin dhe siç ishte edhe rrethperia ose dhe rituale të tjera, se nuk ishte vetëm rrethperia, por dhe rituale të tjera. Dhe në vargu 8 na thuhet, Perëndia që njeh zemrat u ka dhënë atyre dëshmi dhe u ka dhënë frymën e shenjtë sikurse edhe neve. Shënqëria e Aleksandrisë thotë se fryma e shenjtë mbi ebrejt ishte vula e pranimit të tyre nga Perëndia. Dhe këtë apostull Petro e kishte të provuar, sepse kur ai shkoi dhe predikoi në shtëpinë e Kornelit, duke predikuar Shpirti i Shenjtë zbriti mbi ta. Kështu që çfarë do të thotë? Do të thotë që Perëndia nuk kushtëzohej nga ritualet e ligjit që të dërgonte Shpirtin e Shenjtë jo ebrejve. Nëse Perëndia u dha frymën pa rrethpërire atyre, patjetër që sipas hetrave nuk kishte të drejtë të kërkonte kushte shtesë për shpëtimin e jo ebrejve, ashtu siç e kërkonin edhe farisejt. Por le të flasim për vargu 9, dhe ai nuk bëri asnjë dallim midis nesh dhe atyre, duke pasuruar zemrat e tyre me anë të besimit. Apostull Petro vazhdon dhe thotë që Perëndia nuk bëri dallim. Pra nuk tha që me ju nuk zbatoni ligjin, unë nuk do ju pranoj. Shën Agustini e sheh këtë si një deklaratë më të fortë për unitetin e njerëzimit në Krishtin. Pra, në Krishtin nuk ka më dallim, as ebrej, as grek, por gjithë janë një. Pastrimi i zemrës nuk vjen nga ritualet e jashtme, siç ishte edhe praktikat e ligjit, por nga besimi në Krishtin. Etrit shpesh e lidhin këtë me pagëzimin, që është bashkim me Krishtin, dhe nëpërmjet pagëzimit vjen falja e mëkateve, vjen hiri i Shpirtit të Shenjtë dhe rilindja shpirtërore. Por le të flasim dhe për vargun e 10. Tani pra pse tundoni Perëndin duke vënë përmbi qafën e dishepujve një zgjedh që as etrit tan as ne nuk mund ta mbajmë? Në këtë varg Shën Joan Gojarti na thotë se zgjedha është bara e ceremonive të ligjit të dhjetës vjetër, të cilët as ebrejt nuk mund ta mbanin plotësisht. Ai thotë se Petro nuk e përçmoi ligjin e Mojsiut, por tregon kufirin e këtij. Ligji tregon mëkatin, por nuk e fuqi për ta mposhtur atë. Prandaj etrit e lidhin këtë fjalë me zgjedhjen që tha Krishti, merrni mbi vete zgjedhjen time. Pra ishni zgjedhjen e ligjit, barën e ligjit që nuk e zbatoni dot, dhe merrni mbi vete zgjedhjen time, pra besimin në Krishtin. Kështu që vetëm në këtë mënyrë njeriu mund të shpëtojë. Në vargun 11 ne lexojmë, por ne besojmë se do të shpëtohemi me anë të hirit të Zotit Jezu Krisht, dhe në të njëjtën mënyrë edhe ata. Tashmë apostull Petro është i drejt për drejt me të krishterët ebre, dhe siç na thot edhe Shën Agustini, jo ebrejt nuk shpëtohen duke u bërë ebrej, por ebrejt shpëtohen me anë të besimit në Krishtin. Të njëjtën mënyrë dhe jo ebrejt duhet shpëtohen nga besimi në Krishtin. Etrit e përdorin këtë varg kundër çdo ideje që njeriu fiton shpëtimin vetëm me veprat e ligjit dhe pa besimin në Krishtin. Ashtu siç pretendojnë sot edhe judejt ose dhe të tjerë të cilët nuk e besojnë Krishtin si shpëtimtar, por e besojnë thjesht si një profet ose si një dërguar. Lexojmë dhe vargun 12, vargu i fundit për sot. Atëherë gjithë turma heshti dhe rinte dëgjonte Barnabën dhe Pavlin që tregonin shenja e mrekullueshme të bërë Perëndia me anë të tyre ndër jo ebrejt. Pra turma heshti, mbasi pranoi logjikën e apostullit Petros, dhe kjo ishte shenja se vërteta kishte prekur ndërgjegjen e tyre. Mrekullitë që tregonin Pavli dhe Barnaba konsiderohen nga ajeti si dëshmi hyjnore se Perëndia kishte pranuar misionin e tyre ndër jo ebrejt, dhe jo ebrejt ishin të shpëtuar nga Perëndia jo nga praktikat e ligjit mozaik, por nga besimi në Krishtin. Të njëjtën gjë bën dhe Kisha Apostolike, që mëson se shpëtimi vjen nga besimi në Krishtin nëpërmjet misterëve të Kishës, që janë kanalet e hirit që bëjnë pastrim, ndriçërim, shenjtërim dhe hynizim në Krishtin për çdo njeri, ebre dhe jo ebre. Mendoj të nderuar miq, dashur vëllezër dhe motra me Krishtin, ta mbyllim këtu edhe bisedën për sot, por takuar në takimin e ardhshëm, vazhdojmë të përshëndesim njëri tjetrin me përshëndetje paskale. Krishti u ngjall.